Mirëmëngjes në studio të dashur shikues, dhe tani erdhi koha të realizojmë edhe intervistën e parë për ditën e sotme. Kemi kënaqësinë që studion të ndajmë me Pranvera Ametaj, zhvilluese e sfidave të robotikës, dhe Era Qafdarbasha, asistente e projektit dhe marketingu digital, me cilat në kuadër të Kosovo Makers League do të flasim për Scratch Week. Çka do të thotë kjo, kush merr pjesë, çmimet që do të ndahen, e shumë çka tjetër që do t'i shpalosim krejt me vajzat. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin e Faleminderit shumë për hapësirën. Mirëmëngjesi, kënaqësi që t'ju kemi në studio dhe të na informoni pak më shumë kështu edhe publikun e gjerë për sa i përket Scratch Week. Po fillimisht çfarë ju shtiu vajzat të kyçeni në teknologji dhe të merreni me këtë aspekt? Për sa i përket teknologjisë dhe robotikës, faktikisht teknologjia është një degë që tashmë vetë se ka fillu edhe në Kosovë me u zhvillu, mirë po robotika ndoshta ende ka ngecje, për këtë arsye dhe organizata jonë, Kosova Makers League, punon në këtë aspekt. Na kemi dalë si projekt i bën vetë Prishtinës, në vitin 2018, kur për herë të parë kemi fillu garën e robotikës mes shkollave fillore publike, shumica janë publike të Kosovës. E kemi pa të arsyeshme që përveç edukimit formal që nxënësat shkojnë në shkollë dhe duhen me i përfundu të gjitha lanët e tëne, e kemi pa të arsyeshme me vendos edhe këtë pjesën jo formale të edukimit, që me bëjt aktivitete ekstrakurrikulare, ku ata arrin me i zhvillu aftësit e tyre. Na tash e 7 vjet, jemi të mbajt edicionin e 7, vetë se jemi në përfundim të edicionit 7 të garës së robotikës, edhe që 7 vite kemi pa rritjen e nxënësave, rritjen e numrit të nxënësave në garën tonë, edhe përmirësimin e aftësive të tyre. Ka interesim nga nxënësit çdo vit më shumë? Po, interesimi vazhdimisht është i madh, se ndonjë nxënës tash edhe nxënësat po janë shokë e shoqe mes vete, po edhe arsimtar që janë pjesë e garës, po e diskutojnë me njëri tjetrin edhe po e tregojnë këtë ndikimin që gara e robotikës po e ka të zhvillimi i aftësive teknike, po edhe i aftësive të buta të nxënësat tonë. Po cilat mosha ose cilat grup mosha shprehin interesim më të madh dhe janë pjesë e robotikës? Për sa i përket garës tonë, ne e ndajmë garën në 2 cikle, është cikli i klasave 1 prej në 5, edhe është cikli i klasave 6 deri në 9. I kanë ato sfidat secili me vështirësitë e veta që duhen me i përfundu, edhe pastaj i dërgojnë, e bojnë vlerësimin, ka edhe rezultate. Gara është në 3 raunde, mirë po brenda garës ka edhe aktivitete tjera, na e mbajna edhe Girls in ICT, e mbajna për shembull edhe aktivitetin Hour of Code, që tash është aktivitet që mbahet në të gjithë botën, mirë po e kemi edhe këtë javën e lezetshme që na e quajmë, është java e Scratch-it apo Scratch Week-i. Po, çka është Scratch Week, edhe pse është kaq e rëndësishëm për fëmijët edhe për të rinjt në Kosovë? Arsyeja pse na e festojmë me një farë fjale këtë fest, është për arsye se në garën tonë të robotikës na e përdorim Scratch-in si gjuhë programuese. Tash Scratch është një prej gjuhëve të para programuese që është zbuluar dhe është bërë për arsye pikërisht për fëmijët, për fillestarët. Edhe vetëm po ato bloqet që janë në Scratch janë krejt me ngjyra, janë shumë të lehta për me u kuptu. Edhe e kemi pa të arsyeshme që me fillu me gjuhën programuese Scratch, me qenë se edhe na po punojna me shkolla fillore. Është më e lehtë që nxënësat me kap, me kuptu, edhe për këtë arsye shkojna me gjuhën programuese Scratch. E tash që kjo java e majit është java kur është zbulu gjuha programuese Scratch, e për këtë arsye na po i mbajna disa aktivitete, kemi punëtori fizike që jemi të imbajt në disa prej shkollave të Kosovës, mirë po kemi edhe aktivitete online që imbajmë pasdite me nxënësat. Çka specifikisht përfshin këto aktivitetet online? Për sa i përket aktiviteteve online, ne imbajmë përmes Google Meet, janë 1 orë e gjys. Këtë vit jemi të bëjë diçka pak më ekstra, se jemi të bëjë edhe në bashkëpunim me organizatën që po e organizon javën e terapisë së artit. Fillimisht po e fillojnë aktivitetin me disa ngjyrosje, vizatime, që edhe fëmijët me u informu rreth emocioneve, për shkak se na si garë robotikës gjithmonë mundohemi me përfshi edhe fusha jashtë robotikës me aktivitetet tona që i mbajmë, po përveç javës terapisë artit, pastaj po vazhdojna edhe pak kodimin me Scratch. Arsyeja pse po e bëjmë këtë është që nxënësat mund mësu qysh me kodu me Scratch, edhe qëllimi kryesor është ata me bo një lojë të vetën, animacion ose një lojë që mundesh me lujt në platformën Scratch. Punimet e tyre publikohen në Scratch Week Kosova 2025, është faqja apo studio ku ata duhen me i publiku punimet, edhe pastaj qëllimi është nxënësat me himi apo like njëri tjetrin, e punimet që manena edhe fitojnë ma shumë lajka, arrin që
me i fitu disa prej shpërblime. Po përsa i përket aktiviteteve online, këto janë disa prej aktiviteteve që ma shumë i kemi për shkak se edhe puna që jemi online, mirë po na po planifikojmë me mbajt edhe një aktivitet fizik, që po mendoj është një aktivitet shumë ma kreativ dhe ma i këndshëm për fëmijët. Po, aktiviteti fizik, kur kryen këto aktivitetet gjatë javës, kemi me mbajt të premten në hapësirat e Bonevetit. Një vetë se kemi hap një thirrje, por numri është plotësu i fëmijëve. Do vinë 20 fëmijë në hapësirat e Bonevetit, aty do të kodojmë me platformën Scratch, po ashtu në fund do ja festojmë edhe ditëlindjen e Scratchit, ku për fëmijët do jetë edhe një argëtim për ta edhe për krejt javën që janë angazhu me Scratch. Po pastaj të kjo festimi, në fond të kjo manifestimi i ditëlindjes, a do kenë mundësi të marrin pjesë edhe fëmijë të tjera, po vetëm ata që kanë plotësu numrin? Numri vetë se është plotësu, por ka edhe aktivitetet të tjera, si që tha edhe pranvera, aktivitetet online jonë aktivitete të hapura, ku ne iftojmë gjithë fëmijët sa ma shumë të aplikojnë dhe të marrin pjesë, pse ju me mësu edhe ato hapat e parë të kodimet, po duke mësu dhe duke u arktu. Po, kjo është mënyra ma e mirë për fëmijët, ndoshta. Po, cilat janë çmimet ose shpërblimet që nxënësit i marrin, cilët janë pjesë aty? Shpërblimet që i kemi planifiku janë disa shpërblimet të vogla, cilat janë vetë si simbolike që fëmijët me vazhdu këtë aktivitet me Scratch, do janë disa robot edukativ McQueen Plus, disa robot Mbot, mouse, powerbank, dëgjuse, por edhe disa dhuratat të 3D printuara, si një shaj falenderimi që fëmijët kanë marrë pjesë në këtë garë. Okej, do me thonë, në një farë mënyre, era e këvrejt që ka interesim nga fëmijët për me qenë pjesë e këtyre aktiviteteve? Po, interesimi është shumë i madhë prej fëmijëve, gjithmonë janë kurështar për me mësu diçka tre, gjithmonë kanë dëshirë me mësu sa ma shumë, ju interesan, por edhe nuk hezitojnë edhe me na pyet, edhe ne gjithmonë jemi të hapur aty për ta mi ndimu me qëkar do lloj ndimet vogël, që veç mi mësu hapat e parë të kodimet. Po kush mundet me marrë pjesë dhe si bëhet regjistrimi i nxënësve i fëmijëve? Atër përsa i përket regjistrimit, që përmendi era, këto aktivitetet tona që po i mbajmë online janë të hapuna. Na i informojmë të gjithë mësimdhënësit e shkollave pjesëmarrëse të garës së robotikës, edhe pastaj ata i informojnë nxënësat e vetë që me marrë pjesë në aktivitetet online. Meqense na kemi një shtrirje shumë të madhe të komunave, deri tash në gare kemi pas të përfshirë me 32 komunat Kosovës, e kemi pa të arsyeshme që aktivitetet online me mbajt për me përfshi një numër shumë më të madh. Zakonisht kemi pas raste ku numri i nxënësave ka shku deri në 300 pjesëmarrës, se çati po e kanë mundësinë me u kyç, edhe platforma online është ajo që po na mundson edhe me pa që mos më ardhë edhe deri në Prishtinë, masi po janë prej komunave të ndryshme, edhe u përmend pra numri vetë se është mbush, 20 veta janë një numër i limituar që mundet me marrë pjesë në hapësirën tonë, po kryesisht janë nxënësat të shkollave fillore dhe të mesme të ulta. Pra nxënësat prej moshës 6 deri në 15 vjeçare, edhe kushdo që është e pa prej nxënësave apo prej prindve këtë emision është i ftojmë që me marrë pjesë, me hy me hap një llogari në Scratch, edhe me e bo një animacion. Animacionet nuk janë të vështira, munden edhe në YouTube me hi, me pa tutorials, qysh me bo një loj, edhe me publiku pastaj atë lojën në studio. Pse jo, një loj kreative, sa do pak mundet tani me shti edhe shoqet e veta me hi me bo like, edhe pse jo me marrë një shpërblim për 10 vendet e para që do të caktohen si fitus. Si shihni zhvillimet e ardhshme të edukimit teknologjik edhe robotikës në Kosovë, edhe cili do ishte mesazhi për krejt ata fëmijë që hezitojnë të jenë pjesë? Unë mendoj që përveç mesazhit që po du mi ia dhënë fëmijëve, po du mi ia dhënë mesazhin të gjitha institucioneve publike fillimisht. Njëra prej sfidave që na po e kemi në garën tonë të robotikës është pajisja me laptop e shkollave, me internet, apo pikant këto sfidat e veta që pastaj ata po hezitojnë me marrë pjesë në garën tonë të robotikës apo në aktivitetet e saj. Kështu që unë inkurajoj të gjithë që kanë mundësi për me kontribu në mënyrë që shkollat publike të Kosovës të pajisën me të gjitha mjetet e nevojshme,
atëherë janë mëse të mirë se ardhur me i bo kontributet e tyre, mirë po për fëmijët, për sa i përket fëmijëve, qëllimi asnjëherë nuk është me u bo programer, asnjëherë nuk është me dalë më i miri në teknologji. Qëllimi është që përmes lojës edhe përmes arktimit na me arrit me i zhvillu aftësitë tona të buta që kanë me na u dasht në çdo profesion. Era, po ti për fond diçka një mesazh për gjithë fëmijët, nxënësit që duan të mirën me robotik, me teknologji? Ne ftojmë gjithë fëmijët që me qenë sa ma shumë pjesë e aktiviteteve, si veç edhe tha dhe pranvera, jo gjithë presim që me dalë programera, por në fund me mësu ato sa do pak hapat e vegjël dhe me ja fillu botës së programimit. Vajza, faleminderit shumë për krejt informacionet dhe faleminderit që ishit pjesë e emisionit, ju urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Graci, ju këshim në studio, e shpresoj të shihemi edhe herave të tjera. Patjetër. Tani të dashur miq, po vazhdoj me një material që na e ka përgatit gazetarja jonë Sara Shehu, e cila ka të bëjë me sipërfaqen më të madhe të zonave të mbrojtura në Kosovë, e të cilat janë parqet kombëtare të Kosovës. E ndjekim materialin në vazhdim, pastaj rikthehemi me mysafirin e radhës në studio, me të cilin do të diskutojmë pikërisht për këtë aspekt edhe për këtë temë.